Sot jam para piramidës Tiranës dhe nuk mund të rija dot pa ju treguar një ekspozit me foto të viteve 1921. Është një akademik francez që quhet Eugen Pidbart. Nuk dua t'ju mbas shumë kohë për t'ju treguar gjitha fotot që po shoh këtu, se normalisht duhet vini ta vizitoni vetë, sepse është një gjë shumë e bukur, por po ju tregoj ato 5 foto që po më lejnë mbresat veçanta. Kjo këtu për shembull është shpërndarja e sheqerit. Arkivi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq Gjenevë. Që si rinë shqiptarët në radhë për të marrë sheqer. Kjo foto tjetër tregon momentet e fesës të çlirimit të qytetit të Vlorës. Sa bukur vishesh njerëzit atëherë. Sa kapele të bukura. Moda atyre viteve ka qenë perfekte dhe nuk ka fare lidhje me se si vishin njerëzit to vite. Një foto tjetër që duhet ta shikoni patjetër dhe me këtë e mbyll këtë video për sot, është që në Shqipëri në vitin 1921 ky fotograf ka bërë foto të refugjatëve në Shqipëri. E kuptoni ju, pas ka pas refugjat në Shqipëri. Shikojni vetë. Normalisht nuk thot çfarë refugjatësh janë ose nga çfarë shtetës, po njerëzit gjithmonë kanë emigruar. Kështu që mos u habisni kur shikoni emigrantë në Shqipëri. Shumë prej tyre do e pëlqejnë këtë vend dhe do zgjidhin të jetojnë këtu. Shumë të tjerë do e përdorin Shqipërinë si autostradë për të ikë në vendet e Europës. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.